Muhamedi Foshnjë, Abdul Mutalibi, ishte ngritur shumë shpejt nga gjumi dhe kishte shkuar në Qabe, sepse ajo ishte dita e mbledhjeve të përjashme që i mbante paria e Mekës. Bisedoheshin çështje që kishin të bënin me mbarvajtjen e qytetit. Kështu, kur u dërgua shërbëtorja e Minës që ta lajmëronte për lindjen e nipit, nuk e gjeti atë në shtëpi. I thanë se ishte në Qabe. Shërbëtorja shkoi atje dhe ja përshpëriti në vesh lajmin e gëzuar. Fytyra plaku të shkëlqeu nga kënaqësia dhe menjëherë u ngrit në këmbë e shkoi me të shpejt në shtëpinë e Minës, të cilën e gjeti duke shëtitur me Foshnjën në duar. Abdul Mutalibi u çudit kur pa në këmbë nusën e të birit, sikur të mos ishte ajo që e kishte lindur. Gëzimi dhe kënaqësia që ndjeu plaku në këtë rast nuk treguohet dot. Mori në duar nipin, i cili akoma nuk i kishte mbushur 8 orë nga çasti kur doli në dritën e kësaj bote. E shikoi me vëmendje dhe u soll kaheminja duke i thënë: "Të uroj o Jemine për djalin. Zoti që na dëshpëroi me marrjen e Abdullahut, na dërgoi ngushëllimin e duke na dhuruar Muhamedit. A nuk e sheh? Është tamam si ja kur ishte Foshnjë. Ah, sikur të ishte Abdullahu gjallë. Sa do të kënaqej kur ta shihte. Shikoj sa i ngjan, fytyrën e syt, a nuk i ka krejt si të babait, për hir të Zotit. A ka si bëhet Foshnjë me bukur dhe këndshme. Zoti t'i jap jetë të gjatë e fatbarësi të na rrosh, dhe ti me to i bija ime të kesh jetë të gjatë, të lumtur dhe të kalojmë jetë të lumtur së bashku." Eminja ju përgjigj, të vjehrit me buzë në gaz duke i thënë: "Dhe ty të shtof Zoti jetën. Me të vërtetë i ati i vdeq pa e parë, por Zoti i ka falur një gjysh që me kujdesin dhe për gdheljen e tij jam mëse e sigurt nuk do ta ndjej mungesën e babait." Prej kësaj dite Abdul Mutalibi shkonte 2 herë në ditë, para dreke dhe pas dreke në shtëpinë e Minës. Ku shkonte se i nipi ditë për ditë duke se i ngjante më tepër babait të tij. Në kohët e vjetra ishte zakon në Arabi që foshnjat e familjeve të para dërgoheshin të rriteshin në fshatra. Atje jo vetëm që ishte ajri më i pastër, por mësonin dhe gjuhën më të thjeshtë dhe më të kulluar. Për këtë qëllim çdo vit vinin në Mekë gra nga fshatrat e afërme, trokitnin në dyert e familjeve që kishin foshnja dhe i merrnin për t'i rritur. Kur i kthenin foshnjat në familjet e tyre, paguheshin mirë. Atë vit, kur lindi Muhamedi a.s., si çdo vit erdhën gra të fshatrave të ndryshme për të marrë fëmijë për t'i rritur. Në portën e Minës nuk trokiti njeri, sepse kishin frikë se nuk do të paguheshin mirë, mbasi Muhamedi nuk kishte baba. Një prej grave që kishte shkuar atë vit në Mekë ishte Halimja, një grua e varfër prej fisit Benu Said. Asnjë nuk pranoi t'i dorëzonte foshnjën. E shikonin që ishte e varfër, e pashëndetshme dhe kishin frikë se mos foshnjat e tyre nuk do të gjenin qumsh të mjaft në gjinjtë e saj, gruaje aq të varfër dhe të doptë nga shëndeti. Halimja u dëshpëru tepër, por sidomos i erdhi keq kur i pa shoqet që kishin gjetur foshnjë po bëheshin gati që të ktheheshin në fshat. Unë në qoshet të udhës dhe po mendoj. Në këtë kohë kaloi pranë Abdul Mutalibi, i cili kur e pa atë të mjeruar dhe shoqet e saj me nga një fosh në prerë, e kuptoi shkakun dhe i tha: "Eja me mua." Halimja e njihte Abdul Mutalibin, prandaj mori vesh se do t'ja jepte Muhamedin për të arritur. Ajo në fillim mendoi të mos e merrte foshnjën pa baba, por kur e pa se mbeti pa gjetur ndonjë tjetër foshnjë, pranoi se do të ishte më mirë ta merrte jetimin se sa të kthehej pa gjë. Fshatarja u nis me plakun e ndershëm, e kur arritën në shtëpinë e Minës, plaku tha: "Ja, Halimja nga fisi i Benu Said, erdhi që ta marrë me vete Muhamedin për të arritur në fshatin e saj." Gjithashtu ju kthye Halime se i tha: "Dijo i Halime se Muhamedi është më i dashur për mua se sa të gjithë fëmijët e mi. Prandaj kije kujdes e mbaje mirë se shpërblimi nuk do të jetë i vogël." Halimja i tha Abdul Mutalibit: "Mos ki merak për të o plaku Kurejshi. Natë e ditë nuk do ta lëshoj nga prehri. Do ta shikoj si fëmijën tim." E mori djalin e krah për të mos qarë i dha xhirin. "Po ç'të shoh? Bukurinë e djalit apo ndryshimin e gjinjve të saj që po rrjedhin qumsh si rakej?" U habit Halimja dhe tha: "Kam rritur edhe fëmijë të tjerë, por asnjë prej tyre si ky. Nuk kanë pasur qumsh të mjaftueshëm për t'i ushqyer, kurse tani ata po kullojnë. Si duket ky djalë, do të më sjellë mbarësi, për sa kohë doni që ta mbaj." "Le të rritet këti," ju përgjigj Abdul Mutalibi. "Gjersa ti rritet trupi, ti forcohen gjymtyrt që kur të vijë të eci me këmbët e veta. Ajri juaj është më i pastër se ju. Jetesa juaj është më e përshtatshme se jona. Për të rritur një fëmijë me trup të mirë e gjuhë të kulluar, por mos harro dhe hajde me të her pas here të na shikosh
sepse Eminja nuk mund të rrijë një kohë të gjatë pa e parë foshnjën e saj. Halimja ashtu sikur e kishte Muhamedin përgjiri e mori dhe u nis për në fshatin ku banonte fisi Benu Saad. Kështu që Halimja, e cila nuk gjente foshnjën për të arritur, mori së fundmi më të uruarën e foshnjëve, mori të birën e Abdullahut, Muhammedin a.s., i cili do të caktohej i dërguari i Zotit si Resulullahi i fundit dhe vuli gjithë dërguarve.